Një ndër abuzimet më të mëdha që është bërë ndër vite me ndihmë financiare për kujdes të huaj, ku për 300 euro isha ose nuk kishin nevojë për kujdes të huaj, persona në pozicionin e repartit neurologjike, antar të komisionit të FSPI-RMV-s, një avokat, ekspert dhe një menaxher i një zyre konsulence ta kanë kryer punën. Sot po zhvillohet aktualisht një aksion i madh policor nga Byreja për Siguri Publike në Maqedoninë e Veriut, ku sipas informacioneve të para bëhet fjalë për një hetim që përfshin 49 persona të dyshuar për abuzim me ndihmë financiare për kujdes të huaj. Edhe atë është arrestuar DS, shefi i repartit neurologjik në Tetov, DD, punonjës, JJ nga Gostivari dhe shumë persona të tjerë. Po kryhet kontrolle në 21 lokacione të ndryshme, përfshirë qendrën klinike Nën Tereza në Shkup, Spitalin Klinik të Tetovës dhe Spitalin e Përgjithshëm të Velesit. Policia gjithashtu po kontrollon 15 adresa banimi të dyshuarve. Janë ngritur kallëzime penale për disa vepra penale si bashkim kriminal, keqpërdorimi i pozitës dhe autorizimit zyrtar, ndihmë, marrje rishfeti, dhënje rishfeti, marrje shpërblimi për ndikim të paligjshëm dhe dhënje shpërblimi. Një hap drejt ndalimit të korrupsionit që është zhvilluar ndër vite. Vetëm një shpresë se korrupsioni do të ndalet në Maqedoni. Është e çuditshme se si deri më tani asnjëherë nuk është ndërmarrë aksion për këtë korrupsion për cilin të gjithë e kemi ditur dhe pa cenzurë shpesh ka raportuar, por ne vetëm mund të raportojmë, nuk kemi ata të cilët i hetojmë, or janë organe kompetente të cilat duhet të marrin veprime. Si në këtë rast, hera e parë që merret veprim për t'i ndëshkuar këto punonjës që kanë abuzuar me detyrën e tyre.